Ky libër është për ty. Për ty që ke buzëqeshur me zvëmbjesh dhe askush të ka vënë re. Për ty që ke ecur përmes heshtjes, duke I quajtur dhimbjet ditë të zakonshme. Është edhe për ty që e strukur në një cep të botës duke mbajtur brenda vetes një stuhi, vetëm për të mos shqetësuar askënd. Është edhe për ty që të thërrën në emër, por kur nuk ta njohen shpirti. Ky libër vërtet është një libër për përqafim që nuk ndodhi dot. Një zë që të përshpërit, të kuptoj. Përshëndetje të nderuar të pranishëm, të dashur miq, familjar, koleg, artëdashës. Mirë se erdhët në këtë ngjarje të veçantë kulturore, në promovimin e librit me poezi të autores Majlinda Shaqiri me titull Domethënës. Ju e dini emrin tim, por nuk më njehni mua. Është kënaqësi dhe nder I veçantë që sot jemi bashkë për të ndarë artin e fjalës dhe emocionin e vargut. Në fillim më lejoni të shpreh një falënderim të posaçëm për komunën e Fushë Kosovës, drejtorinë e arsimit, e cila lejoi dhe mundësoi mbajtjen e këtij përurimi. Gjithashtu një falënderim I veçantë shkon për drejtoren e gjimnazit Hivzi Sulejmani, zotri Amir Plana, për mbështetjen. Falenderojmë krijuesit nga Shqipëria, veprimtarët e shoqërisë civile të Kuvendit Kombëtar, përfaqësues nga Lidhja e Shkrimtarëve Kukës. I falenderojmë po ashtu mediat që gjetën kohë të jenë me ne. Falenderojmë shoqatën Podguri Isto me kryetarin zotri Nuradin Imeraj. Autorja Linda falenderon bashkëshortin, fëmijët e mbar familjen e saj që çdo herë I ka për krah. Në këtë ngjarje të veçantë kemi një kënaqësinë që në panel të jenë Dan Ibrahimi, redaktor. Recensentët e librit janë zonja Nurie Maliqi Badunu, veprimtare dhe poete. Zonja Kozeta Zavalani, gazetare, poete dhe veprimtare nga Tirana. Unë Drita Kosumi Syla në rolin e moderatorës dhe natyrisht autorja e librit zonja Majlinda Shaqiri. Të njihemi në pika të shkurtëra me biografinë e autores. Majlinda Linda Zeqiri Shaqiri u lind në Leskovç, Republikën e Serbisë. Shkollën fillore e kreu në Medveç, në gjuhën serbe, ndërsa shkollën e mesme mbaroi në gjimnazin e përgjithshëm Hivzi Sulejmani në Fushë Kosovë. Studimet universitare dhe pas universitare I përfundoi në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina, Fakulteti Filologjik, ku mori graden akademike magjistër e shkencave filologjike. Aktualisht punon në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe mban pozitën e zyrtares së lartë në Departamentin për Qeverisje të Mirë në nivel lokal. Është e certifikuar në sër trajnimesh profesionale që lidhen me vendin e punës. Është gazetare dhe moderatore e televizionit Medvegja Sot, anëtare e Këshillit Organizativ për organizimin e Kuvendit Kombëtar Shqiptar dhe koordinatore për Kosovë Lindore. E shpërblyer me certifikat mirënjohje nga Agjencia Ndërkombëtare e Investigimit për parandalimin e krimit të organizuar, drogës, dhunës, korrupsionit, terrorizmit, trafikimit të qenieve njerëzore, marrëdhënieve diplomatike dhe të drejtave të njeriut për kontributin e dhënë kombëtar ndaj vendlindjes Tiranë 2024. Veprimtaria letrare e Majlindës është ajo artistike që nga fëmijëria. Poezitë dhe shkrimet e saj janë publikuar në revista, gazeta dhe portale të ndryshme, duke përfshirë Gazeta Rilindja Prishtinë, Revista Mirdita Akademia Artit, Shkencës dhe Letrave Mirdita Tiranë, Revista Dituria Boras Suedi, Revista Gjurmë Historike, Lidhja e Historianëve Shqiptar Zvicër, Revista Alternativa, Gazeta Letrare, Portali dhe Revista Medvegja, Portali Pirusi New, Tiranë, Shqipëri,
Agjensioni Flori Press Kosovë, revista Qëndriza Preshev, shoqata e shkrimtarëve Phoenix, Medveç dhe Bujanot, portali Qëndriza Press e të tjera. Poezita autores janë pjesë e publikimeve Atunis, një database që të njohë autor vendas dhe të huaj bashkëkohor në Belgjik. Botimet e autores janë në Sytë e Diellit Poezi 2020, Zëri i Importimet Veç Mars 2023, Mozaik Qëndrese Poezi Dhjetor 2023, ju e dini emrin tim, por nuk më njihni mua, 2025. Poezit e autores janë pjesë e publikimeve Atunis, një database që njohë autor vendas dhe të huaj bashkohë në Belgjik, këtë e tha më herët, dhe autori është pjesëmarrëse në Aktik Festivalin Ballkanik të Folklorit 2021 Fush Kosovë, moderatore në takime dhe evente historike. Pra kjo është një biografi e shkurtër e autores. Për librin kam shkruar shumë autor, ndërta janë shkrimtar, poet, kritik letrar, studios të letrave shqipe dhe gazetar. Ne do i veçojmë disa nga ata. I gjithë libri përshkruhet nga subjektiviteti ekzistencial, i cili vendos vetën në rrethin heliocentrik, ku sa më i madh është gjykimi apo shkalla e njohjes, aq më shumë rritet dimensioni i cili na rrethon. Shkruar nga Agron Shele, shkrimtar. Me gjuhë të thjeshtë dhe të ndjerë, Linda krijon një hapësirë për të pathënat, për zërat që s'janë dëgjuar dhe për veten që më në fund guxon të shfaqet. Një libër për të ndjerë, i kuptuar. Agron Dalipaj, etimolog dhe studios i gjuhës shqipe. Libri i autores Linda Shaqiri të bën për vete për mënyrën se si afrohet tek lexuesi, për kulturën e gjërë shkrimore, por edhe për fjalën e rëndë dhe të figurshme të cilën autorja ka ditur ta ngrejë në kult. Shkruar nga Agim Bajrami, poet. Ky libër nuk është thjesht një përmbledhje poetike. Ai fton lexuesin të ndalet, të shikojë përtej maskave dhe të dëgjojë atë që zakonisht kalon në heshtje. Është një vepër që nuk të lejon një lexim sipërfaqësor. Shkruar nga Dan Ibrahimi, poet. Tani do t'i japim fjalën redaktorit të librit Dan Ibrahimi, i cili do të ndajë me ne mendimet e tij për këtë vepër poetike. Një autor mund të quhet perëndi e botës së vet shpirtërore, por që nuk e mban vetëm për vete atë pasuri, por e shfaq dhe e ndan me të tjerët, me lexuesin. Ndërsa ajo që vjen tek ne është një univers vlerash, mesazhe dhe thirrjesh për të parë edhe lexuesi ashtu siç e sheh autori botën, natyrën, fenomenet. Shkrimi është dëshmia e asaj që thuhet, e asaj që mbetet. Kur e hapa likun e librit që më kishte dërguar Linda, ende pa u botuar libri, nisa ta lexoj. Fillimisht u përshtjellova pak, sepse më duk diçka ndryshe, e çuditshme. Pastaj vazhdoj të lexoj. Më tej ka përceva në përfaqe për të parë ç'po ndodhte aty. Nuk kuptova. I rikthem leximit me endje. U ndjeva e befasuar së pari me këtë mënyrë konceptimit të librit, me poezitë në vetvete, me aftësinë për t'i krijuar këto poezi në vazhdën e njëra tjetrës, me një lidhje të shumë të fortë ndërmjet tyre, me poezitë në vetvete dhe me përshtatjen në përkapituj. Së dyti, më ka befasuar në mënyrën e ndarjes së kapitujve, por edhe ti që e lexon. E treta është një memorial artistik, këndvështrimi i vetes nga vetja e të tjerëve. Vlerësimi i vetvetes, si dhe shpalosja e anëve të karakterit, virtyteve dhe personalitetit vet, por që nuk mund të thuhet kurrësi personal, përderisa aty flitet për emrin e Lindës dhe unë lexoj emrin tim. Linda na sjell një panoramë të thellë, atë të ndërtimit të diferencës se një karakteri në thellësi. Aty ku syri dhe mendimi i tjetrit nuk hyn dot. Aq bukur e ndërton sa na bën të mendojmë se aty ka një rebelim të brendshëm
por të mos e patur mundësinë ai tjetri nga jashtë të arrijë të njohë personazhin. Të tjerët nga jashtë e ndërtojnë si të duan personazhin në mënyra të ndryshme. Nuk mund të hyjnë, nuk duan ta pranojnë atë që është me të vërtet aty brenda, apo shpesh edhe me dashje deformojnë. Linda na ka sjell një pasqyrë të qartë të këtyre dashjeve. Në thelb, ky libër është një guxim për të shpërfaqur personazhin që ka zgjedhur, jo të vizatuar atë me ngjyra fosforeshente, por të zbërthyer deri në dimensionin e tij shumëplanësh. Kur lexojmë një poet apo shkrimtar, ne e krahasojmë atë me të tjerët, edhe pse secili ka stilin e vet, mënyrën e vet të ndërtimit të poezisë apo prozës. Unë pash tek Linda një dritare tjetër mes poezisë në përgjithësi dhe ato në këtë libër. E them me bindje se ky libër është një risi, një stil unik, të paktën me sa kam lexuar unë që nuk janë pak. Me këtë libër, poetja ka ardhur në një pjekuri letrare, në një stad shpërfaqje të lartë të botës së saj të brendshme, një kulminacion letrar. Çdo poet apo shkrimtar është në një farë ankthi për atë që shkruan dhe prodhon. Ashtu edhe Linda me siguri e ka patur ndoshta në fillimet e këtij libri këtë ankth. Ankth nga ata që e lexojnë, e veçanërisht nga kritika. Por tani që libri ka kaluar kufijtë e autores, pra ka vajtë në duart e lexuesit dhe të kritikës, ajo me siguri ndihet e qetë dhe krenare me këtë arritje. Emri që flet në heshtje nuk thirret me zë, as në librat e botës. Nuk shkruhet me shkronja të mëdha. Është një emër që digjet në gjoks si një urë zjarri që askush se kalon. Ai emër është i honë në hapat e mia, frym në netët pa dritë, lot që s'del në sy, por pikon në shpirt. Të gjithë më njohin nga jashtë. Buzëqeshjen, fjalën e mirë, por askush se dëgjon emrin tim të vërtet. Atë që e them vetëm kur hesht, sepse emri im është një thirrje pas zë, një plagë që flet vetëm në qetësi, një histori që s'u tregua kurrë me fjalë. Në promovimin e librit, ju e dini emrin tim, por nuk më njihni mua, të autorës Majlinda Shaqire. Ky libër është shumë më tepër se një përmbledhje poezish, është një thirrje e butë, por e thellë, për të ndolur pak, dhe për të parë, për te emrit, për te pamjes, për te asaj që shfaqet, sepse çdo njeri mban brenda vetës një botë që shpesh mbetet e padukshme. E unë kam zgjedhur të ndaj me ju një poezi nga ky libër, një tekst që më ka prekur dhe me të vërtet më ka bërë të reflektoj, e shpresoj që ndërsa e dëgjoni të arrijë te ju, po aq ndjershëm sa ka arritur tek unë. E poezia titullohet Në çdo shikim që nuk më pa. Nuk kam kërkuar shumë, vetëm një sy që të ndaloj, jo mbi flokët e mia, jo mbi buzëqeshjen time të sforcuar, por mbi atë dridhje të vogël në zë, mbi atë jam mirë që ishe shrëmbuar, mbi gjithçka që më bëri të dukem e fortë, kur isha thjesht duke mbijetuar. Jam libër që se lexuat, kam qëndruar përpara syve tuaj, hopër si foqë që presin të prekan, por nuk më lexuat, më kaluat si titull i njohur që s'merr kohë për të ndalur. Brenda meje kishte kapitull të papërshkruar, fragmente që kërkonin gjykim, vetëm lexim pa paraqit. Ju e dini emrin tim, por nuk më njihni mua. Ju e dini emrin tim e shqiptoni me lehtësi, si fjalë që ka lënë për buzë, pa ndjerë peshën që mban në krahëro. E dini si më thrasin? Por jo, çfarë mbaj mbranda? Unë jam hije në dritë, jam zë që s'dëgjohet në turm, jam poema që rrëzohet në pyll pa dëshmitar, loti që thahet para se të rjedh, jam ura që s'u kalua kurr dhe rruga që zgjodhet të mos e ndisni. Ju më njini si një figurë, një siluet që kujteset tuaja të zbet, por nuk më keni prekur në shpirt, nuk keni dëgjuar asnjë zemrën time teksa dridhej. Emri im është faqe.
por unë jam libri I mbyllur. Me fjalë të pathëna, me plag që nuk bërtasin, ju e dini emrin tim, po nuk më njehni mua, dhe ndoshta, as që keni dashur ndonjëherë të më njehni. Miq e kolegë të autores, sot kemi kënaqësinë të jemi së bashku në këtë ngjarje kulturore që shënon promovimin e librit më të ri poetik të autores Majlinda Shaqiri. Ju e dini emrin tim, por nuk më njehni mua. Ky libër I katërti me poezi në krijimtarinë e saj është dëshmi e rrugëtimit letrar të një zëri që është bërë gjithnjë më I qartë, më I guximshëm dhe më I thellë në shprehjen poetike. Titulli I librit përmbledh në mënyrë të jashtëzakonshme thelbin e poezisë së Majlinda Shaqiri. Kontrastin mes emrit dhe qenis, mes dukjes dhe përbajtjes, mes asaj që shfaqet dhe asaj që mbetet e fshehur. Autores nuk mjafton të shkruaj poezi të bukura, ajo kërkon të zbulojë një të vërtet të brendshme, shpeshherë të dhimbshme, por gjithmonë të sinqert. Në këtë vepër lexuesi përballet me një poezi që nuk synon thjesht estetikën e jashtme të vargut, por më shumë komunikimin e heshtur me shpirtin. Këto poezi janë një përpjekje për të dhënë zë asaj që shpesh mbetet e pathënë, dhimbjet që nuk tregohen, lotët që nuk derdhen, mendimet që nuk gjejnë vend në fjalor të zakonshëm. Autori shkruan: çdo poezi këtu është një zë I heshtur, një përpjekje për të kapur atë që shpesh na ikën, për jetimin e të qenit, të vuajturit, të shpresuarit dhe të njohurit. Këtu qëndron forca e saj poetike. Ajo na kujton se letërsia nuk është vetëm fjalë e shkruar, por është edhe përjetimi I brendshëm që kërkon të ndahet. Majlinda Shaqiri nuk është një emër I panjohur. Ajo ka ndërtuar një veprimtari letrare të qëndrueshme, duke botuar libra dhe poezi, duke marrë pjesë në konkurse e festivale poetike, duke fituar çmime dhe mirënjohje të shumta brenda dhe jashtë vendit, të cilat veç edhe I ceku moderatorja. Poezitë e saj janë përkthyer në disa gjuhë të huaja, çka tregon që zëri I saj poetik ka të I kaluar kufit kombëtar për të bërë pjesë I letërsisë universale. Në një kohë kur shpesh poezia shihet si një zhanër I brisht, Shaqiri dëshmon se fjala poetike mund të mbajë peshën e përjetimeve më të thella njerëzore. Ajo u jep jetë temave të ndjeshmërisë, të identitetit, të heshtjes dhe të shpirtit njerëzor. Ju e dini emrin tim, por nuk më njehni mua. Titulli I librit, që është më shumë se një përmbledhje poetike, është një thirrje për të njohur njeriu përtej emrit dhe fasadës së jashtme. Libri na kujton se secili prej nesh bart një botë të fshehur, një univers ndjenja që shpesh nuk shihet. Në fund ky libër është një dëshmi se poezia mund të jetë strehë, mund të jetë pasqyrë, por edhe urë që lidh shpirtra mes tyre. Po e shkurtoj. Le të urojmë që ky libër të ketë rrugtim të gjatë të lexuesit, që vargjet e tij të prekin sa më shumë zemra dhe që emri juaj të mbetet I gdhendur si një zë I fuqishëm I poezisë shqiptare. Urime dhe suksese. Linda Shaqiri na sjell një libër që nuk është vetëm koleksion poezie, por një udhtim I thellë në botën e brendshme. Linda ashtu e bukur si që është, edhe poezinë e bën të bukur, gërmon në shpirtin e saj duke sjell figuracion artistik. Me ryet, diellin dhe hënën, I zhyt në det, I zhyt në shpirtin e saj dhe na I sjell ne në vargje. Ajo ka sjell një libër për ata që kanë ndjerë pa folur, për ata që buzëqeshin ndërkohë që brenda vetes mbajnë dhimbje të fshehura, si dhe për ata që heshtin, për ty që mban stuit brenda vetes për të mos shqetësuar askënd, për ty që të thirrën me emër, por shpirtin askush nuk ta njohu. Çdo poezi është një përqafim, një zë që pëshpërit, të kuptoj. Linda Shaqiri ka një ritëm të butë emocional dhe prekje shpirtërore që lidhet me temën e librit. Ju e dini emrin tim, por nuk më njihni mua. Brenda buzëqeshjes sime, shihen stuit e heshtura, thot Linda.
Kam ecur mes ditëve të zakonshme duke mbajtur dhimbjen si bagazh të fshek. Kam folur me heshtjen time dhe askush nuk e dëgjoi zërin tim. Por sot këtu mes jush unë dua të flas. Të ndaj atë që ka qëndruar brenda, për të cilën kur askush nuk pyeti. Ky libër është për ty që ndjeve pa folur, që buzëqeshje ndërkohë që brenda teje kishe dhimbje, për ty që shpirtin tënd askush nuk e njohu. Le të flasim së bashku me fjalët e saj. Le të ndjejmë përqafimin që nuk ndodhi dot. Dhe të dëgjojmë zërin që përshpërit. Të kuptoj, po të kuptoj. Klubi Letrar Podguri në Isak është një klub që unë e quaj klub i vogël, por që e ndan një çmim të madh doktor Ibrahim Rugova. Duke ju përshëndet të gjithëve me pak fjalë, shkurt, do të flas 2-3 fjalë për autorën dhe kontributin e saj, autorën e librit. Fjalë përshëndetse nga Nuradini Meraj, të nderuar miq krijues e dashamirë të librit. Sot jemi mbledhur këtu për një ngjarje të veçantë, promovimin e librit më të ri të autorës dhe poetës sonë të nderuar Majlinda Shaqiri. Ju e dini emrin tim, por nuk më njihni mua. Këto thuhet libri. Ky titull është një thirrje e fuqishme të parë për te emrit, për të njohur shpirtin krijues, ndjeshmërinë dhe mendimin kritik të një intelektuale që gjithmonë ka ditur ta thotë fjalën e saj me dinitet e guxim. Majlinda Shaqiri është poete e frymëzimit të brendshëm, një zë që shpalos dëmshuri, reflektim e revolt, por edhe shpresë. Me krimtarinë e saj, ajo jo vetëm që pasuron letërsinë tonë, por na fton të njohim më mirë vetveten dhe njëri tjetrin. Sot, me këtë libër të ri, ajo na dhuron një udhëtim të ndjeshëm e të thellë, duke na kujtuar se emri është vërtet vetëm hyrja, por njohja e vërtet ndodh vetëm kur lexojmë me zemër. Le ta përgëzojmë me zemër dhe ta mbështesim në rrugtimin e saj krijuese, duke i dëshiruar sukses të treja në të ardhmen. Urime, Majlinda Shaqiri. Kena ardhur një ekip njerëzish këtu. Jo vetëm për ta vlerësu Nildën e Lindën si poete, por për ta vlerësu edhe për një fakt tjetër që kjo është një veprimtare e dalluar, e mirënjohur e lëvizjes kombëtare. E Lindën e kemi në shtabet drejtuese të kuvendit në qendrën e Tiranë, është kuvendi, dhe ajo në të gjitha veprimtaritë ka spikat me përkrahjen e saj për krahinën nga vjen veçanërisht për Medveqen. Ne organizuam në Institut Albanologjik një konferencë ndërkombëtare për Kosovën Lindore, të cilën e drejtoi Linda. Linda foli në tubimin e madh të Prishtinës në sheshin Zahir Bayaziti, në sheshin Skënderbej e të tjerë. Pra poezia saj nuk ka vetëm karakter artistik, po do të thosha ka vlera atletare të padiskutueshme, të cilat ne na kanë sjellë këtu krejt ekipin e kuvendit kombëtar. E përshëndes me zemër, e përgëzoj për arritjet e saj. Uroj që edhe çështja për të cilën ajo është përkushtuar, çështja e Kosovës Lindore, të marrë një ditë zgjidhje dhe ata njerëz të shpërndarë në përbot e në për trojet shqiptare të kthehen në vendimin e vet. Prokuratari Komunës së Kosovës, Zoti Besnik Osmani, nderuari drejtor i Drejtorisë së Kulturës, Zoti Ali Topalli, ansamblist Laureat Gojnovci, të nderuar miq dashamir koleg nga Ministria e Administrimit të Fushit Lokalit, Ministria e Drejtësisë, gjithashtu krijues e dashura ime familje. Nderuari aktori Alia Shehu, Livran Fyllish, redaktori dhe të tjerët që tashmë kishin punë për të vazhduar dhe ecur tutjen nga Shqipëria e largët, Shqipëria e afërt, sepse jemi afër jo aq larg. Edhe një herët ju falenderit shumë për këtë pjesëmarrje aq masive, madhështore për mua, më keni nderuar jashtëzakonisht shumë.
Jam shumë emocionuar, një herët ndihem e privilegjuar e nderuar të jetë mase. Është nderi veçantë të keq aq shumë miq, sepse jo kot thuhet trimi mirë me shok shumë. Dhe jam e nderuar që përgjatë këtyre viteve të mia të karrierës letrare kam arritur që të ofroj afër veti veç në gjitha tre që pa u bashkuar dega me trungun, pa u bashkuar motra me që me zvarqet e mia të jem sa më afër lexuesve, pavarësisht se nga cila fush apo sferi takojnë ata. Jam munduar që të jem shumë afër tyre dhe secila grup mosh të gjej atë mënyrën e vet të perceptimit. Jo rastësisht kam lënë titullin ju njihni emrin tim, por nuk më njihni mua. Jam munduar që t'i jap një kontribut shoqërisë son kosovare në përgjithësi, sepse nocioni i njohjes pak njihet te ne. Jemi të prirë të bëjmë paragjykime, jemi të prirë të bëjmë gjykime, por jo dhe të vlerësojmë. Jemi të prirë të vlerësojmë individualisht, jo kolektivisht. Jemi të prirë të japim epitete të ndryshme varësisht prej atyre se si ne e perceptojmë. Jo rastësisht kam thënë të vargjet e mia, ju e njihni buzëqeshjen time, por nuk njihet ajo se çfarë ka brenda saj. Secili prej nesh mendoj se është ballafaquar me raste të ndryshme, raste të natyrës së tillë, ku thjesht shumë rrugë janë mbyllur për shkak paragjykimeve. Edhe unë përmes vargjeve të mia jam munduar t'i them stop këtyre paragjykimeve dhe të zgjoj vetëdijen njerëzore tek shoqëria jonë shqiptare. Nuk po e quaj kosovare, po them shqiptare, sepse shumë kush prej nesh apo dikush që ne njohim në vërtet është mbyllur hermetikisht në veten e vet, duke mos patur të drejtën, duke ju cenuar e drejta për të vazhduar tutje hapave drejt synimeve me punë dhe ndershmëri. E kam titulluar Nuk më njihni mua, nuk do të thotë që nuk më njihni mua, por kam marrë veten e parë personazh për t'i thënë në shoqërisë se është gjithçka normale dhe është gjithçka e natyrshme t'i shprehim ndjenjat tona edhe atëherë kur na cenohen ato, edhe atëherë kur ne paragjykohemi në bazë të maskave dhe epiteteve të ndryshme që na vihen. Por sot, unë dua përmes librit tim, i cili uraj dhe shpresoj të fluturoj sa më larg tek lexuesi dhe tek shoqëria, të kuptohet e drejta jonë, të kuptohet e drejta e njeriu thjesht si një individ, i cili duhet të vlerësuar nga brenda, por kjo njohje duhet të arrihet gradualisht, sepse njohja e vërtet njihet shumë ngadalë, shumë gradualisht, dhe atë me kontributin ton, kontributin e secilit prej nesh, i cili pavarësisht në çfarëdo lloj forme mund ta jap për shoqërinë tonë. Kjo ishte ai mesazhi që unë deshta përmes vargjeve të mia të sjell tek libri im. Atëherë, unë jam shumë mirënjohëse, shumë falënderuese që sot gjetët kohën, ndatë nga koha juaj e çmuar, sepse për mua jeni ju dhurata më e mirë. Është koha juaj që sot ndatë të jeni këtu me gëzimin tim, sepse të nxjerrësh në dritë një botim nuk është edhe lehtë. Kushton duke filluar nga kostoja financiare dhe deri tek organizimi i promovimit që kisha mjaft vështirësi dhe për këtë ngjarje unë falenderoj edhe një herë Komunën e Fushë Kosovës, Drejtorinë e Arsimit që ma mundësuan që sot të jem këtu dhe ju të jeni këtu sot me mua. Këtë rast bashkëshorten time, poeten Malinda Shaqiri, edhe promovimin e librit, ne në mundësitë tona financiare nga dëshira për t'ju respektu edhe ju falenderoj mitësisht, përzemërsisht, po ju ftojmë që në kafën që është afër stacionit policisë Gjojs të njët e kafe i Lazit, mund vini deri është në bashkëngjitje të pim nga një kafe nderi, respekti edhe bisedojmë mali shumë më zveti, edhe si miq, po edhe në aspektin